ky rast që ka bërë prokuroria, sipas vimit tim është një rast i munduar. Pari do të them se ky rast që ka bërë prokuroria, sipas vimit tim është një rast i munduar. Dhe këtë dëshmohet nga vetë fakti në arrestim. Sepse me aktin e arrestimit tim dhe mbajtjen e parkurtimit prej 5 muajve, në fakt ka bërë dënim, ka bërë gjykim. Kemi me 10 raste tjera për akuzën ndaj zyrtarit publik për pjesëvërim. Kemi 10 raste tjera me akuzën ndaj zyrtarit publik për pjesëvërim të detyrave zyrtare. Dhe nuk ka pasur arrestim. Kjo tregon se çfarë pozicione dhe çfarë tendencë ka pasur prokuroria në këtë rast. Në fjalën e saj, prokuroria thotë se rasti i remontit kapital të bllokut A5 janë shkelë të gjitha rregullat, po citoj, të gjitha rregullat e ligjit në prokurorin publik. Të thuar diçka të tillë, pas specifikuese çka, edhe të thonë të gjitha rregullat, tregon se çfarë çfarë ka pasur prokuroria. Ajo çfarë kam kuptuar në përgjithësi është se prokuroria është munduar ta merrë rolin aksionar të të bordit të ndërmarrjes. Dhe të merrë kompetencë të cilën ligji nuk e ka. Që është mbikëqyrja e menaxhmentit. Dhe bën gjykime mbi vendimet menaxheriale që s'kan të bëjnë me kodin penal. Po ashtu në këtë rast thotë se janë dëmtuar operatorë tjerë. Ne nuk kemi asnjë ankesë, asnjë operator në rast. Thotë se ndërmarrja publike është në kek u dëmtuar për 36 milionë euro. Në fakt, kontrata ka qenë diku rreth 3 milionë euro. Si mund ndodhi një dëmtim 36 milionë kur vetë kontrata është 3 milionë. 3 milionë. Shumë duh, një dizin prej 36 milionë. Kjo tregon se është paradoksale vetë në mënyrën se si e paraqet rasti.